Shumë faleminderit mirë që ka ardhur, Sara. Faleminderit ju për ftesën. Unë kam vite që të ndjek vetë personalisht, që kur kam nisur të qes edhe e kam parë impaktin, edhe shumë shpesh e kam krahasuar impaktin tënd me impaktin e portokallis ose të Arjan Çanit, e kam testuar të gjitha rastet. Po me pak lek. Me më pak lek, domethënë return on investment, fitimi është shumë i madh nëse investon. Edhe përveç asaj, kam përshtypjen që e ke nisur në një kohë goxha të vështirë, kështu që prandaj doja që me patjetër të nisim të flisnim për studentët, sepse këta janë pikërisht në atë hapin e nisjes. Edhe gjëja që ne e nisim është nga shkolla. Këta janë gjithë në shkollë të lartë. Çfarë ka ndodhur me ty? Çfarë po ndodhte kur ishe në shkollë? Edhe çfarë bëre? Po e nis me YouTube-in. Në fakt unë kam ndjekur si besoj se gjithë ju kanë ndjekur YouTube që adoleshente, por e përdor gjithmonë YouTube-in për këmbë, se adoleshenca ime besoj se nuk është e njëjta me shumicën prej jush. E keni kaluar pak më vonë dhe keni pasur mundësinë që të shihni dhe tutoriale dhe gjëra të tjera, ne vetëm muzikë dëgjoni maksimumi. Kur shkova për studime në Gjermani, aty fillova të shikoja videot e tjera më shumë për të praktikuar gjuhën, që ishin, domethënë për një gjë që do më pëlqente që të shifja për të praktikuar gjuhën, dhe në të njëjtën kohë më dukej edhe interesante të mësoja fjalë të reja. Dhe fillova të shifja shumë video YouTube-i, në fillim në anglisht, pastaj në gjermanisht. Dhe unë gjithmonë kam qenë ky personi spontan, domethënë edhe për shkollën që kam zgjedhur që të bëj, të gjithë më kanë thënë është shumë e vështirë arkitektura etj dhe unë thash jo, do ta bëj. Dhe mundësisht zgjedha një vend, një shtet siç ishte Gjermania, që nuk dija asnjë fjalë gjermanisht. Pra jam gjithmonë kështu spontane dhe spontanisht nisa edhe kanalin e YouTube-it atje në një periudhë goxha të vështirë time, se nuk po përshtatesha, kisha ndryshuar qytet, nuk po përshtatesha, i kisha mësuar unë jam shumë introverte ekstroverte, pra jam introverte, por kur më afrohen njerëzit patjetër jam shumë e hapur për të qëndruar me njerëz të caktuar. Por në Innsbruck unë ishte si një Tiranë e vogël ku njerëzit kishin krijuar ato rrethet e tyre dhe më duke shumë e vështirë të fitin. Ndërkohë kisha fituar një shkollë shumë të mirë atje, që ishte shkolla e dytë në Europë më e mirë për arkitekturë. Dhe isha midis kësaj betejës që duhet qëndroj, sepse jam në një shkollë shumë të mirë dhe jo të gjithë kanë fatin, jo vetëm fatin, por e arrin që t'jenë këtu. Dhe nga ana tjetër nuk e di se çfarë të bëj, sepse nuk po ndihem mirë vetë emocionalisht që vazhdoj qëndroj këtu. Dhe përdora YouTube-in në fakt si një moment, si një rrugë që të shpërqendrohesha pak, duke qenë se unë nuk paradilja aty dhe ishte kështu si momenti im që unë shpërqendrohesha dhe bëja gjëra të bukura. Shoqet më kërkonin gjatë gjithë kohës që ti tregoja se si bëheshin ato make-upet që unë kam pasur gjithmonë qef. Dhe thash, ok, po i bëj edhe pa folur se kisha turp. Po i bëj këtu. Në thënë drejtën, kamerën e parë që kam bler, turp është ta them, por një shoku im vendoste baste tek një 365, nuk e di se ç'është një kështu me baste. E nisi, dhe më thotë Sara, më thotë mua do ta provosh një herë, më tha mua të vendosësh një herë ti. Dhe thash, ok, po e vendos. Dhe vendosa një 10 orë në ca kështu ekipe që unë nuk ja kam iden, edhe më pyesësh sot nuk ja kam iden fare. Ishin në Arabi, në vende totalisht kot, ja futa totalisht kot. Futa 10.000 lekë dhe fitova 1.000 euro ditën tjetër. Nuk e provova më kurrë, por ishte e vetmja mënyrë. Nëse nuk do kishte ndodhur ajo, do e kisha bërë me celular, po thash, ok, gjëja e parë që do bësh do blej një kamera, se dua që të nis YouTube-in. Pra ti e ke nisur YouTube-in që në shkollë të lartë? Po. Tentativat e para? Jo, nisa vërtet postoja një herë në javë. Pra që në universitet? Po, në universitet. Që vije para 9 viteve? Pak më shumë. Se para 9 viteve. Po, para 9 viteve në fakt, po. Okej, po si ka mundësi që nga një degë arkitektura e fokusove vëmendjen te YouTube-i, se kam përshtypjen do të kërkonte shumë impenjime, por nuk kërkonte, ishte vetëm ajo rehatia e largimit. Unë bëja për qef në fillim. Domethënë, unë kam qenë gjithmonë ky personi që dua t'i bëj gjërat mirë, dhe kur unë shikoj që nuk jam më e mira në atë gjën që bëj, e lë për gjysmë. Dhe nuk më intereson, domethënë që gjithë mundi që ka qenë mbrapa, prap unë e lë. Dhe për videot e make-up ka qenë fiks kështu. Pra unë e dija, bëra një tutorial, domethënë mësova se si editoj në Final Cut, që është tani akoma përdoret Final Cut për editimet
edhe profesionale, mësova se si të bëj prerje, vendosja një muzikë edhe e nxirrja. Për syrin tim ishte fantastike. Okej. Kisha dhe një dritë mbrapa, kështu që ishte çdo gjë shumë bukur, por normalisht s'ishte maksimumi që mund të bëj, thjesht aq dija dhe aq bëja. Dhe nuk e mendoja që do ta shihnin më shumë se sa 10 njerëz që më njihnin mua. Por që videon e parë mori një 2000 klikime, që për mua ishte kështu shok sepse unë në ato momente as 2000 njerëz nuk njihja në jetën time. Jo, më të mendoja që do më ndiqnin 2000 njerëz video. Dhe gjatë gjithë kohës bëja kështu. Domethënë u fiksova dhe u bë fiks kështu si addiction që duhet postoj që të shoh sa do shkoj kjo video tjetër. Po pjesa e shkollës, domethënë E vazhdoja, domethënë vallëzimi midis shkollës edhe kësaj gjëja, po nuk ishte aq impenjative. Për sa orë mund Jo, ka qenë impenjative, por unë punoj më mirë në presion. Dhe këtë e kam kuptuar shumë vonë, jo në ato momente. Ato në momente unë isha thjesht individi që vazhdonte te ky wheeli, te kjo rrota e miut, që vazhdon bën edhe këtë, por për mua ishte si hobi kjo. Pra, unë këtu si njerëzit kanë qejf të pikturojnë apo të dalin, unë kisha këtë hobi, më kupton, dhe normalisht kur ti shkon në shkollë, në universitet në këtë rast, bën projektet e tua, pastaj ke një periudhë të caktuar kohë të lirë, dhe unë kohën e lirë e përdorja për këtë gjë. Pra kjo ishte si hobi im. Pra ti nuk kishe një pritshmëri shumë të lartë, kishe vetëm diçka argëtuese që madje unë jam djerë shumë mirë tek kjo pjesa në Innsbruck, aty ku jetoja kur nisa YouTube-in, sepse unë shkoja në për dyqane që do plija produktet e mia, dhe i thaj që unë kam edhe një kanal YouTube, unë ka 3 video kisha aty, po bëja sigur, jo se si ja tregoj, ata e shifnin për emrin tim, po doja ti rrisja pritshmëritë, sepse vërtet e besoja që unë mund të shkoja diku nëse vazhdoja këtë gjë. Por normalisht unë studente nuk kisha lekë që të blija për çdo vit tani produkte të reja, se çfarë do bëja, do haja apo do blija produktet. Kështu që në çdo vend që shkoja i thoja që unë kam një kanal YouTube, nëse ju intereson mund të bëj një video, dhe kur ma jepnin atë produktin, jo video, po nuk e di çfarë i bëja atij produkti, një kremi të Kiehl's në çdo platformë të mundshme, blog, bëja shkrime për atë kremin. Do të thënë, ndjeja shumë këtë gjën edhe përgjegjësinë që ky individi po besonte unë një gjë sado të vogël, sado që shara 20 euro, nuk më intereson kjo, po i intereson besimi që personi apo kompania kishte. Dhe pastaj, kështu pa turp fare, i shkruaja gjithë kompanive të mundshme, kam shkruar L'Orealit, kujt se kam shkruar për produkte, dhe filluan të ndikonin njëra tjetrën. Pra, një brand i caktuar shikonte, domethënë jo brandi, por menaxherja e marketingut për shtetin që unë isha, shikonte që X brand më kishte sjell mua PR. Kështu që donte dhe ajo, dhe të mendosh që atëherë ka qenë shumë e vështirë që të marrësh PR, sepse kanë qenë goxha të konsoliduar të kjo pjesa dhe njerëzit me vdisnin që të merrnin. Ndërsa tani është e kundërta, tani ka aq shumë njerëz, aq shumë influencera ose njerëz që tentojnë që të bëjnë YouTube, TikTok, whatever, sa tani edhe brendet të duan se nuk shifen dot më, ndërsa atëherë kanë qenë shumë pak dhe sikur dytja e dërgonte L'Oreali pakot e tyre të PR-it e merrte vesh gjithë bota, sepse aq ishin. Kështu që ka qenë shumë e vështirë që të futeshe te kjo rruga. Ma mirë mendja edhe ishte akoma e pakonceptueshme që ta mendoje si një profesion, apo ti e përfituroje ndonjëherë? Jo, nuk e mendoja në fillim fare, nuk e mendoja fare si profesion. Ta thash, unë e kam menduar gjithmonë si një hobi. Deri në momentin kur unë kisha këtë dilemë, siç të thash, që a do kthehem në Shqipëri apo do vazhdoj të qëndroj këtu, se nuk po ndihesha mirë dhe kisha një vit që nuk ndihesha mirë aty ku isha. Ndërkohë ishe duke bërë shkollën. Po, pra vazhdoja shkollën, isha në vitin e dytë. Dhe shkolla atje zjat 3 vite, ndryshe nga këtu që zjat 5 vite arkitektura. Dhe isha gjatë gjithë kohës në mënyrë të shty dhe një vit tjetër, po ta thash, unë kur e ndjej që nuk mundem, unë thjesht e lë. Më mirë se sa ta zvarris veten. Dhe thash, okay, do kthehem, ka qenë kështu si një bombë. Ua, do kthehesh, mbaroj bota. Sikur nuk mund të e la shkollën. E la shkollën. Me idenë që do ta vazhdoje këtu apo me idenë që do ta vazhdoja këtu dhe e vazhdova këtu. Dhe këtu ka qenë pjesa, domethënë momenti që unë kisha dhe një përgjegjësi te vetja ime që okay, unë po e lë këtu sepse mendoj që në Shqipëri mund të bëj më shumë, se unë videot në Shqip po i bëj. Kështu që nëse unë përkushtohem siç i shkoj dyqanet të Kiehl's këtu dhe më jep kret, pasi po të shkoj dyqanet në Tiranë, ai e shikon më ndryshe se 2000 njerëz në Austri, nuk është njësoj si 2000 njerëz në Tiranë.
Kështu që këtë vendova. Normalisht këto nuk e thash me zë të lartë. Qëllimi që kisha unë ishte vetëm për mua. Por kur erdha këtu ishte pak do të ishte shumë e vështirë. Do të thënë ishte pak e pamundur që të bëja fiks atë që kisha menduar, sepse këtu nuk ja kishin iden ç'a ishte YouTube-i, nuk ja kishin iden ç'a ishte një influencer. Ishin mësuar dhe vazhdojnë të jenë të mësuar vetëm me termin blogere, nuk e kishin konceptin që kjo gjë që po bëj unë në një production thellë, se unë e di, më kanë marrë edhe për intervista televizionit, nuk bëjnë asgjë më shumë se sa jo bëjnë shumë pak atë që bëja unë para 9 vitesh jo këtë që më bëj tani. Kështu që ishte shumë e vështirë që t'ja shpjegoja, plus që normalisht nga mosbesimi, edhe nga shfrytëzimi, se donin ta shfrytëzonin këtë faktin që unë isha e gatshme që të bëja çdo gjë që t'i merrja me ata. Unë mbaj mend që në vitet e para unë kam pas marrë 50.000 lekë të vjetra për 4 video YouTube, që është unë e bëja thjesht që ta dje që unë nga kjo po marr lekë, në thënë kaq, që të motivoja veten time, por kjo ka zgjatur për shumë kohë, domethënë të shikosh ato se normalisht se kam pasur idenë Exceleve dhe gjërave të tjera, po të shikosh notebookset e mia me shënime që ky brendi me këtë gjën, kjo kështu, kanë qenë vlera qesharake dhe që unë bëja punë dhe ti e dallon pasionin që unë kam në vide, dhe mendoj që kjo ka bërë që të funksionoj pastaj kanali im YouTube, sepse njerëzit e dallonin entuziazmin që unë kisha dhe kur blinin produktin donin të kishin të njëjtin entuziazëm dhe ata. Okej, para se të kalojmë te kjo pjesa e vështirësisë këtu në Shqipëri, jam kurioz duke ditur që edhe të rinjt këtu janë gjithë në fazat ku janë duke e menduar për të testuar. Këta e kanë shumë e merak, edhe unë e kam pasur shumë e merak kur isha student, është gënjimin nga refuzimi. Pra, ajo që the ti shkoja me shumë dëshirë dhe pasion te brandet, dhe shumica e tyre me siguri refuzonin, çfarë taktike ose si e ndjeje këtë pjesën e përballjes me këtë refuzimin, si ndihesh? Tani më vjen keq që t'ju a them të gjithëve, kjo do vazhdoj për shumë vite. Sepse kalon thjesht në grada. Pastaj ai refuzimi i vogël nuk të bën më përshtypje se ke këtë më të madhin. Do të thënë, nuk besoj se ka ndonjë njeri në këtë planet që nuk refuzohet në vija të përditshme, për gjëra të ndryshme. Kështu që kjo do vazhdoj, thjesht ti fillon edhe mësohesh me faktin që unë do refuzohem dhe më i forti mbijeton dhe vazhdon të refuzohet. Po si këtë e kishe si besim apo thjesht doje ta bëje? Jo, unë thjesht kisha intuitën. Domethënë, unë mendoj që gjatë gjithë kohës atë që unë kam pasur si pikë të fortë ka qenë intuita ose këmbgulja për të vazhduar dhe për të insistuar, sepse besoja shumë te kjo gjë dhe te vetja ime. Dhe thjesht vazhdoja, domethënë e merra edhe me inat, domethënë sa u bë kjo. Të thonë mua jo. Po pra, edhe unë tani dhe kam pasur shumë raste të bashkëpunëtorëve, sepse ata nuk i mbajnë mend, po unë i mbaj mend, sepse unë jam refuzuar, për ata kam qenë thjesht një kalimtare. Dhe mbaj mend, kam pasur shumë raste që pas një viti, 2 vitesh, të njëjtat brende kanë kontaktuar që të bashkëpunonin dhe ja kam rritur vlerën. Kështu që do vi momenti, karma është dhe shpejt. Okej, pra kjo pjesa ti u deshe e kishe me pasionin, edhe pasioni të bëri që ti të kaloje këtë fazën fillestare të refuzimit që është e pashmangshme, normalisht. Nuk shmanget dot, gjithmonë do refuzohemi. Edhe është e vërtet kjo, unë tani njësoj si Sara, e kam si benzin në refuzimin, domethënë kur dikush thot më jo, tani them unë wow, jo, po mirë se e bëj edhe më mirë. Ndonjëherë është e rrezikshme kjo ama, sepse unë kam pasur disa raste që jam refuzuar, kam insistuar dhe kam dështuar dhe kjo gjë ka qenë problematike se nuk duhet ta kisha vazhduar për shembull. Okej. Tani pjesa para se të kalojmë te pjesa serioze e YouTube-it, dua të di këtë dilemën. Ke pas dilema që ta vazhdoj, mos e vazhdoj, deri në momentin kur e ndave mendjen që unë këtë do e bëj për gjatë. Sa kohë ishte ky procesi i të paturit një alternativë të dytë në mendje? Unë YouTube-in e kam konsideruar gjatë gjithë kohës si të pandashëm, që kur e kam hapur, pra nuk e kisha në mendjen po sikur mos ta bëj. Nuk e di pse, nuk ta shpjegoj dot. Pra që në fillim e kam pasur në mendje që do ta bëj dhe këtë. Dhe më beso që ka pasur një periudhë 3 vjeçare kur unë fillova shkollën këtu dhe ishte impenjative dhe thash unë jam nga këta njerëzit që dua t'i bëj gjërat mirë, jo thjesht t'i bëj.
mund të flija 2 deri në 3 orë në ditë. Do të thënë isha kështu e coptuar nga të gjitha anët dhe nuk po e kuptoj as vetë pse po e bëj këtë gjë, se nuk është se kisha ndonjë përfitim që thua ti, po ja vlen ta bësh tani Sara se normal ti për një vit blen shtëpi. Domethënë nuk ishte fare sensi i tillë dhe thjesht e bëja sepse doja ta bëja. Domethënë doja mos fija gjumë dhe të bëja video. Kjo që the, unë tani duke ditur eksperiencën, kjo që the quhet Burn the Boat, është një histori e një mbreti të madh ose gentit, edhe që të vazhdonte të pushtonte atë vendin që vajti, ja u dogji varka të ushtarëve dhe tha s'ke kthim mbrapa. Njëjta gjë është edhe me rastin tënd. Në momentin që ti nuk e kishe asnjëherë si alternativë do e lije, kjo të ka dhënë shtytjen edhe kjo është gjëja që doja që ta konsumoni me studentët sepse ajo dilema, sidomos për njerëzit që duan të ikin nga Shqipëria, Unë mendoj që duhet të ikni nga Shqipëria, gjithsesi. Jo, e kam sinqerisht, domethënë unë mendoj që nuk do kisha kaq shumë guxim të bëja këto gjërat që kam bërë, nëse nuk do kisha ikur të paktën një vit nga Shqipëria, jo vetëm nga Shqipëria, po nga rrethi juaj, domethënë ku të mos ndiheni më safe. Ai është momenti që ti e kupton fiks se çfarë do ti të bësh, sepse kur ti ke një shpëtim, pra kur ke një mbështetje financiare, ke vend ku të qash, shtëpia jote është e sigurt se në fundit është shtëpia mamit dhe të babit, nuk ke disa përgjegjësi siç ti ke kur ti jeton jashtë, gjitha këto të bëjnë më të fortë dhe të bëjnë të krijojnë karakterin. Cili do i qoftë karakteri, mund të jetë një karakter që nuk jeton dot pa mamin dhe babin dhe kthehet prapë mbrapsht, apo mund të jetë një individ që thotë, "Ok, kjo është ajo që unë doja dhe kjo ka qenë ai problemi pse unë nuk kam vazhduar deri tani." Kështu unë e kam sugjeruar gjithmonë ikjen jashtë. Dhe mundësisht jashtë Shqipërisë sepse prapë ti në Shqipëri ndihesh në shtëpi. Më kupton? Jashtë unë kam pasur raste që më është dashur që të punoj 3-4 ditë në bibliotekë, ta zëm. Sepse nuk kisha si ta pagoja qëran dhe mami kishte mbaruar, domethënë kishte dhënë lekët e muajit, se sigurisht nga prindrit janë mbajtur në vitet e parë. Kishte dhënë lekët e muajit, unë i kisha harxuar për make-up një pjesë, një fëmijë pa përgjegjshëm, dhe pastaj ç'do bëjmë? Do punoj. Kështu që kjo gjë dhe nuk ke një zgjidhje, nëse unë do isha në Shqipëri, patjetër 2 lot më shumë do ta kishin vënë zgjidhjen. E vërtetë është kjo. Këndvështrimi që unë doja t'i jepja është prapë i njëjti, por në aspektin e mospatjes së një alternative rezervë. Pra, mua më ndodhi njëjta gjë edhe pa ikur jashtë Shqipërisë, por prindrit më thanë s'kemi më lek tani dhe s'do ikim nga Shqipëria. Dhe këtu ishte momenti që unë nuk e kisha më si alternativë do ikja po jo vetëm Shqipëria, po dhe puna që do bëni. Në momentin që ju e ndani mendjen, siç thot Sara që mbaron si alternativë, unë këtë do e bëj edhe nuk ka dilemë këtu, do flet 2 orë apo do flet 4 orë, kjo pa rëndësi, aty nisën edhe zbuloni zgjidhjet, se po patë një alternativë backup, gjithmonë kthehesh mbrapa te alternativa, siç mund të jenë prindrit në rastin konkret, ose siç mund të ishte e ikura jashtë në rastin tim. Pra unë nuk gjeja asgjë të bukur në Shqipëri, sepse mendoja që do ikja jashtë. Derisa më thanë prindrit që s'ke për të ikur jashtë, edhe pastaj nisa të thash, "Ok, tani këtu çfarë të shikoj" dhe nisa të zbuloj gjërat që ishin. Kjo është një pjesë në fakt që unë nuk e kisha dëgjuar nga të tjerët, ma thonin gjatë kohës që diskutonin, po është shumë e dukshme dhe thjesht del mas shumë vitesh. Tani, ti kthehemi te pjesa e YouTube-it. Si mendon sa kohë duheshe nga eksperienca jote, konkrete me punën tënde, derisa mund të ishte self-sustainable, pra që ti vetë me atë profesion të mund të mbijetoje, jo mirë, po thjesht të mbijetoje, pra mos kishe nevojë për një punë të dytë apo mos kishe nevojë për prindrit. Sa kohë, sa vite? Mua më janë dashur 2 vite. Do të thënë viti i parë ka qenë viti i testit, e quaj unë, dhe viti i dytë kam qenë pak më e lirshme dhe njerëzit janë lidhur më shumë. Pra e gjitha varet nga audienca. Nëse ti nuk krijon një komunitet, nuk e për të krijuar kur të ardhura nga ajo gjë. Unë e shikoj me TikTok-un, nëse mund ta krahasoj. TikTok është diçka shumë e shpejtë. Jam shumë e sigurt që ju shikoni video pafund në TikTok, po jam pa aq e bindur që nuk i mbani mend të tyra që shikoni. Sepse është aq e shpejt, aq i vrrullshëm dhe lëvizja e dorës që ti bën, sa nuk i fikson dot të gjithë imazhet. Kur ti krijon një komunitet që ty të njeh, që të beson që mezi pret dali video tjetër, që kalon 20 minuta me ty, se nuk është 1 sekond, as 2 sekonda, është 20 minuta video, se aq që janë paka shumë 15-20, atëherë ti ke fituar një komunitet dhe komuniteti të bën ty sustainable në të ardhurat të tua. Nuk të bën as një brand që të paguan 50.000 lekë
5.000 euro sa duash ti, një herë, sepse e teston dhe shikon që ti nuk i sjell as audiencën mbrapa, nuk të bën as ajo videoja që ti po mundohesh, po s'po nxjerr gjë në dritë. Pra, autenticiteti dhe krijimi i një audience të bëjnë ty të suksesshëm ose jo. Dhe ti aty e kupton që, okay, un kam sukses, jam i pëlqyeshëm, ose okay, un jam thjesht një individ më shumë dhe se po sjell ndonjë që të rentabilin. Dhe gjatë këtyre 2 viteve, domethënë, kjo pjesa e konsistencës ty të ka ndihmuar, jo pjesa e konsistencës, pjesa e sinqeritetit edhe e komunitetit të ka ndihmuar. Po pjesa e konsistencës si ka qenë gjatë këtyre 2 viteve? Un kam pas postuar 3 video në javë. Okej. Dhe të treja duhet ishin ndryshe. Asnjëra nuk duhet ishte si njëra tjetër, si tjetra. Duhet kryeja reviews, kam shpenzuar shumë para për të bler produkte. Dhe e bëja me qef, thash, nuk dilja të pija kafe, po blija një rimel më shumë. Kam investuar tek dhoma ime që të bëhej të dukej bukur estetikisht për tu parë. Domethënë për mua, nëse nuk investon nuk do fitosh kurrë. Nuk mundet paktën në mendimin tim, patjetër që ka raste, se nuk duhet, po unë po them në përgjithësi, ose paktën sipas eksperiencës time. Nëse diçka nuk është e bukur vizualisht, jetojmë në një epokë edhe një periudhë që nëse ti nuk tërheq vizualisht, qoftë drita, ndriçimi, kamera, pasqyra, detajet e tilla, jo vetë individi specifikisht, atëherë nuk të ecën dot aq mirë, sepse por nuk e nisën kështu që në fillim. Pra kjo evolon. Sepse ti nuk e di në fillim kush është e mirë. Patjetër, po unë që në fillim njerëzit e kanë kuptuar, mendoj unë, që në fillim që unë kam bërë të pamundurën time në atë moment. Pra që në atë moment ti e dallon që unë kam bler një kamera më shumë për të bërë këtë videon. Po kupton, nuk është se kam thënë mirë, çfarë do bëjmë tani? Do ma klikoni çik këtë videon? Më kupton, do të thënë mundimi dhe eforti që ti jep për të krijuar një video të caktuar shihet nga publiku. Okej, ky autenticiteti është shumë i fortë dhe zakonisht njerëzit në Shqipëri që e bëjnë se e ka bërë dikush tjetër, e humbasin këtë sepse duan të kopjojnë më shumë se sa duan të nxjerrin një këndvështrim të tyre ose një gjë të tyre.